Jeta e Madonës po shndërrohet në një serial televiziv. Ylli i popit lajmëron bashkëpunimin e ri. Madonna po bashkëpunon me Netflix për të sjellë jetën dhe karrierën e saj ikonike në ekranin e vogël. Sipas medias amerikane, një miniserial biografik është në fazat e hershme të zhvillimit në platformë. Në krye të prodhimit ekzekutiv, përveç yllit 66 vjeçar, do të jetë edhe Sean Levy përmes kompanisë së tij, 21 Labs, e cila ka një marrëveshje ekskluzive me Netflix. Ky projekt i ri nuk është i lidhur me filmin biografik të Madonës, i cili ishte njoftuar më parë nga Universal, ku fituesja 3 herë e çmimit Emmy, Julia Garner, do të luajë rolin kryesor. Megjithatë, sipas raportit, ylli mbetet zgjedhja e preferuar për serialin ambicioz. Varet vetëm nëse do të jetë disponueshme, pasi ajo ende nuk ka nënshkruar një marrëveshje zyrtare. Vërehet se aktoria e famshme do të luajë në një mini serial të ri në platformë, i cili do të trajtojë rënien e bursës së kriptomonedhave Ate. Ky do të jetë bashkëpunimi i saj i tretë me Netflix, pas pjesëmarrjeve të saj të suksesshme në Inventing Anna dhe Ozark. Mbretëresha e popit, si këngëtarja me albumet më të shitura në mbar botën, me 400 milion diçke të shitura, Madonna mban një vend emblematik në historinë e muzikës. Hyrja e saj në sallën e famës së Rock and Rollit në vitin 2008 vulosi ndikimin e saj të jashtëzakonshëm. Dua të sjell në ekran udhëtimin e pabesueshëm që jeta më ka ofruar si artiste, si muzikante, si balerinë, si qenie njerëzore, që u përpoq të gjente rrugën e saj në botë. Kishte deklaruar këngëtarja e famshme kur filmi u njoftua nga Universal në vitin 2020. Megjithatë, në fillim të vitit 2023, prodhimi u ngri për shkak të Celebration Tour, që ajo mbajti për të festuar 40 vjet të karrierës së saj legjendare. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.